Gjykata e lartë ka vendosur të shfuqizojë vendimin e apelit për pushimin e hetimeve ndaj 3 gjyqtarëve Alex Nikolli, Petrit Aliaj dhe Skënder Damini, të cilët më parë lehtësuan dënimin për dritandajtjen. Trupi gjykuesi përbër nga Ilir Panda, Albana Boksi dhe Medi Bici rikthyen çështjen për rigjykim në të njëjtën gjykatë, por me një trup tjetër gjykuese. Rekursin e kishin paraqitur vetë 3 gjyqtarët duke kërkuar rikthimin e pasurisë së sekuestruar dhe të celularëve nga prokuroria, por vendimi i fundit i riktheu ata përballë një procesi të hapur. Çështja lidhet me vendimin e vitit 2019 kur Nikolli, Aliaj dhe Damini me shumicë votash pranuan gjykimin e shkurtuar për dritandajtjen duke e dënuar nga burgimi i përjetshëm në 25 vite. Ky vendim, i cili uli dënimin me 1/3, u anulua në 2024 nga gjykata e lartë, e cila riktheu dënimin me burgim të përjetshëm. Dajti u shpat fajtor për vrasjen e 4 efektive të policisë më 7 gusht të 2009 në Durrës, gjatë një operacioni për arrestimin e tij, ku ishin të pranishëm disa punonjës policie dhe u mori informacion për makinën ku dyshohet se ndodhej ai. Me rikthimin e hetimeve, 3 gjyqtarët rrezikojnë rivlerësim të rolit të tyre në vendimarrje, që uli dënimin për një nga ngjarjet më të rënda kriminale në vend.